Në takimin ndërkombëtar të zhvilluar së fundmi në Tiranë, ku mblodhen përfaqësues të lartë të Komisionit Evropian, në fokus të diskutimeve ishte ardhmja europiane e Shqipërisë. Një prej pikave kryesore ishte përcaktimi i një date për përmbylljen e negociatave, ku viti 2027 ju dha një rëndësi e veçantë nga disa liderë të Bashkimit Evropian, mes tyre dhe presidenti i Francës. Por sa realiste ishte kjo datë për qytetarët e Fierit? Sa shpresë ka në rrugën e integrimit? Jemi në sheshin e xhamisë këtu në qytetin e Fierit dhe dolëm për të pyetur qytetarët për një temë mjaft të rëndësishme. Samiti i BE-s që u mbajt në Tiranë me liderët e Bashkimit Evropian prodhoi një shpresë jo të vogël për Shqipërinë. U fol për një datë për mbylljen e negociatave që mund të jetë viti 2027. Por a është kjo e realizueshme? Ja çfarë thanë qytetarët e Fierit. Për të kuptuar më shumë mbi pritshmëritë dhe skepticizmin e qytetarëve, ne biseduam me banorët e zonës përreth xhamisë, një vend ku diskutimet mbi të ardhmen europiane janë gjithmonë të pranishme. Shumë të arsyeshme të futemi sa më shpejt. Është një gjë pozitive për popullin. Po, gjë e mirë për popullin. Ne shikojmë që një gjë më e mirë do të jetë. Gjë më e mirë do të jetë të futur. Mendoj se edhe mund të fare. Ata që erdhën nuk erdhën kot. Ne që humbi Partia Demokratike, në 26 kemi e futur në Evropë, me Edi Ramën krye. Ju si e shikoni të realizueshme këtë se mund të ketë premtime shumë, po Edi Rama nuk gënjen shumë, gënjen pak. Kështu që është sigur që do futemi. Se s'ka gënjur deri tash orbu. Ka 12 që nuk ka gënjur. Tashi e tujte nuk gënjen prapë. Do futemi për të futur. Qa është them, do bëhet. Në 2027-ën, 2029-ën, 30-ën. A i ka thënë që në 2027 do mbyllë negociatët. Te e besojnë. Se i kemi gjuhë edhe në ta evropianë. Që do bëhem te... Ne shpresojmë në erë në lekë për pensionin. Ko e rritën. Se rritën, ama do i të marrë. Edhe pse viti 2027 është përmendur si një afat i mundshëm për përfundimin e negociatave, qytetarët e Fierit mbeten të ndarë mes optimizmit dhe skepticizmit, të udhëhequr nga përvojat e viteve të kaluara. Ajo që është e sigurt është se rruga drejt antarësimit të Bashkimit Evropian kërkon përpjekje të përbashkëta, vendosmëri institucionale dhe një angazhim të palëkundur për reforma. Nëse 2027 do të jetë viti i madh i integrimit, mbetet një pyetje për të cilën përgjigja ende nuk është dhënë.